Kjo është një foto e New Yorkut e vitit 1900. Në rrugë shikohen karroca me kuaj si mjete transporti. Dhe nga ana tjetër, vërehen ndërtesa madhështore. A nuk ju duket e çuditshme kjo gjë? Si ka mundësi? Shikoni këtë foto të Duomos në Milano. Shumë nga ju mund ta kenë parë në origjinal atje siç është sot. Na thuhet që ndërtimi i saj filloi në vitin 1387. Pastaj në periudha të ndryshme, gjithmonë sipas historisë zyrtare, janë bërë punime dhe ndryshime. Por në vitet 1800 na thonë që ishte kjo që shikojmë sot në këtë foto. Kjo shoqëri me karroca dhe kuaj i pas ka përfunduar punimet, ka arritur të krijojë këtë mrekulli. E kuptoni se sa shumë e vlerësojnë intelektin tonë që na thonë të tilla gjëra. Ju kujtoj se videot në këtë kanal nuk kanë si qëllim të ndikojnë mbi mendimet, opinionet, bindjet apo besimet tuaja. Janë vetëm një këndvështrim, ndryshe e theksoj këtë nga ai zyrtar që na jep sistemi dhe fetë tradicionale monoteiste. Ruani etikën në komentet tuaja. Shikoni tani këtë video. Arku i Triumfit në Paris, në mëngjesin e 31 majit 1885 në funeralin e Victor Hugo. Nuk e di çfarë ishte ai objekt madhështor në mes të arkut dhe pse shërbente në atë kohë. Por më vonë në fotot e mëvonshme, siç edhe do vëmë re më pas, nuk shihet më, është zhdukur. Është zhdukur sikurse dhe ato skulpturat e karrocave që ishin mbi të. Mendoni pak, në vitin 1885 ekzistonte kjo mrekulli. Por kush e ndërtoi? Këta njerëz si rreth rrotull me kuaj dhe karroca. E njëjta histori. Historia zyrtare që hesht. Duke qëndruar përpara një strukture si Arku i Triumfit në Paris, mund të bërtisnim. Wow, çfarë mrekullie! Si e bën këtë? Me vërtet mund të habitemi, por disi në një farë forme e kanë bërë, sepse jemi këtu dhe po e shikojmë. Gjatë indoktrinimit tonë në shkollë, rrallë na janë shfaqur apo vazhdojnë të shfaqen tani, fotografi të vjetra të qyteteve të mëdha, të shpërndara në të gjithë botën, e theksoj këtë, në të gjithë botën, dhe ndoshta për një arsye të mirë, sepse kur shikojmë imazhe të tilla, kur na paraqiten prova vizuale të një populli shumë primitiv viktorian, të shpërndar si karkaleca aty në hijen e arkitekturës më madhështore dhe brillante që një qenie njerëzore mund të imagjinojë, ne fillojmë të kemi dyshime natyrisht, apo jo. Dhe në fakt, si e ndërtuan këtë? Arku Triumfal është i përbërë prej 36.695 metra kub gëlqeror dhe peson 95.407 ton, ose pak më shumë se 95 milion kilogram. Ata na tregojnë se u deshën 12 vjet për të ndërtuar arkun gjigant, në 2 periudha të ndryshme, midis viteve 1800 dhe 1814, dhe pastaj midis viteve 1832 dhe 1836. Si dhe transportuan këtë sasi guri gëlqeror me këta kuaj dhe me këto karroca që ne i shohim në fotografi. Ju duket bindse kjo që na thot historia zyrtare? Nëse bindeni, s'kam ç'ju them. Shikoni më nga afër këto 4 skulptura që zbukurojnë secilën nga anët e tij. Vëzhgoni kompleksitetin e skulpturave, dizajnin e zbukurimit që kornizon arkun. Çdo seksion përsëritet në mënyrë të përsosur pa asnjë devijim ose mospërputhje. Mendoni, elektriku i parë i vërtet u shpik para 60 vjetësh pasi u përfundua ky ark. Pra 60 vjet pasi u përfundua ky ark. Na tregojnë se ky ark madhështor ishte punuar me dorë. A është e mundur? Dhe pastaj është tavani i madh, i papërlyer, me trëndafila të skalitur, 3D, mendoni, perfekt në simetrinë e tyre gjeometrike.
nuanca e detaje dhe finesa në çdo petal dhe në skajet e prerjes tërthore. Këto janë mbresëllënse. Vëzhgoni pamjen e Parisit në këtë periudhë. Edhe njëherë një mori struktura gjigante dhe të pabesueshme e madhështore. Infrastruktura e qytetit madhështore dhe njerëzit dhe mjetet e tyre primitive, të pasofistikuara dhe me sa duket as pak të zhvilluar deri në pikën për të krijuar një qytet si ky. Rrugët janë të shtruara dobët dhe me gropa, janë të pista dhe me baltë. Si ka mundësi? Këto godina, me këtë nivel rrugësh dhe me këtë nivel trafiku apo transporti. Vren gjithashtu, ndërtesa në këtë periudhë ku arkitektura përputhet me banorët, nga ana tjetër, dhe për masa të vështira, të deformuara, më pak të zhvilluara dhe më pak të rafinuara për të na majepsur në mënyrën e tyre si ato që pam. Por sigurisht ata përdoren dru dhe llaç për këto. Ky është pikërisht lloji i arkitekturës që presim nga një brez që lëviz dhe transporton me kuaj dhe qerre, një brez i pavetëdijshëm për zbulimet teknologjike që do të pasonin në vitet që do të vinin. Nuk e di, mendonin këta njerëz në atë kohë, si ka mundësi, kush i ka ndërtuar këto godina, nuk e di. Gjithashtu, në kohën e kësaj fotografie Harku është rreth 40 vjet pas përfundimit të tij. Megjithatë, mund të shihni se sa të konsumuara janë disa pjesë të strukturës. Mund të shihni gryerjen në gurgjë që tregon se Harku është shumë i vjetër. Është më i vjetër se 40 vjet. Siç na thon këta. Ndërsa i afrohemi fundit të shekullit të 19. Pra të shekullit 19 mund të shihni se njerëzit e Moskës më në fund duken të dalin rrugë. Sheshi i kuq tashti është me jetë publike, është i populluar. Katedralja e Shën Vasilit dhe kullat qiellore e Spaskaja, që quhet kulla qiellore Spaskaja, dominojnë kornizën e sheshit. Ndërtimi i katedrales së Shën Vasilit filloi në vitin 1555 dhe u përfundua në vitin 1561, në vetëm 6 vjet, gjithmonë sipas historisë zyrtare, mos harroni. Ajo pësoi një zjarr të madh në vitin 1737 dhe u restaurua gjatë një periudhe pasaj për 20 vitësh. Këto të dhëna, siç theksova, vijnë nga historia zyrtare, pra u ndërtua për 6 vjet dhe restaurimi donte 20 vjet pasaj sipas tyre. Por shikoni, një strukturë pothuajse jo reale si asnjë tjetër. Është e përbërë nga mijëra tulla të kuqe dhe lidhje prej kallaji, që kanë formuar në kupolat karakteristike si në formë qepeve që shikojmë. Vëzhgoni më nga afër kompleksitetin e kupolave. Si e kanë përkullur metalin për të arritur një saktësi dhe përsosmëri të tillë në këtë periudhë kur këta na thonë. Pra, 1737 u doj dhe pastaj për 20 vite zgjati rikonstruksioni, si thua, rindërtimi. Pyetja që bëhet është, nëse ata kishin aftësinë dhe përkushtimin për ndërtuar një mrekulli si kjo, atëherë pse kushtet e rrugëve edhe këtu janë të këqija dhe të mbuluara me baltë? Sikur sa ato që pam në Paris. Ne vrem këto struktura të pabesueshme dhe këto ndërtesa kudo në fotografitë të shekullit 19. Kemi parajsën pallatin e kristalit në Londër, një strukturë të pabesueshme me sipërfaqen më të madhe të qelqit të parë ndonjëherë kur në një ndërtesë nuk ishin parë gjëra të tilla dhe të gjitha këto të ndërtuara para se Anglia të kishte prodhimin automatik të qelqit. E theksoj këtë, para se Anglia të kishte prodhimin automatik, pra të industrializuar të qelqit. Gjithmonë bëjmë krahasimin sipas historisë zyrtare. Janë dy gjëra që kundërshtojnë njëra tjetrën. Kur qelqi prodhohesh me dorë, si ka mundësi të ndërtohesh ky pallat kristali? Kemi manastirin e Westminsterit dhe parlamentin. Kemi harkun e vjetër të Houstonit, të ndërtuar në gur ranor të pastër në vitin 1837 na thonë, dhe rrugë prej dheu dhe plot me baltë rreth rrotull. Pse këta njerëz që ndërtuan gjithë këto mrekulli, gjithë këto godina, gjithë këto ndërtesa, nuk u dhanë përparësi rrugëve në të cilat ecën?
apo punë e madhe se kuaj e karroca do kalonin. Nuk kishte problem. Shikoni kontrastin e drejt për drejt midis Frauke Kirche, që është gjermanishtë, kupola e Dresdenit në Gjermani, me qeret dhe karrocat e të rrequr nga kuajt dhe një popull i varur nga nevojat më urgjente dhe sipas historisë zyrtare. Ky popull i vuajtur me karrocat e të rrequr nga kuajt e ka ndërtuar këtë. Biblioteka e Parlamentit të Otavës në Kanada, ndërtuar në një periudhë prej 17 vitesh. Kolonët e parë të mëdhenj mbritën në vitin 1800 dhe në kohën e ndërtimit popullsia e qytetit ishte më pak se 20.000 banor. Një bibliotek e madhe dhe e lavdishme do të ishte vërtet një përparësi për kolonët. Gjithë kjo bibliotek ishte ndërtuar për këta kolonë, gjithsej popullsia ishte thamë 20.000 banor. Ndërsa sa duket sikur është shprehur nga Europa dhe është bërë një ngjitje e saj në Kanada. Edhe në fillim të shekullit, 40 vjet para se Bosch fillonte prodhimin e veglave të lira elektrike, gjejmë stacionin e vjetër Penn në New York. Shikoni për masat e tij plotësisht habitshme. Siç mund ta shohim këtu në fotografi, çdo model tagonal i gdhëndur në tavanin e kupolës së harkuar është më i madh se një individ njerëzor. Shikoni kolonat gjigante dhe gjethet e detajuara si kaçurrela, që dekorojnë majat e secilës shtyllë. Na thot historia zyrtare se u deshën 6 vjet për të ndërtuar këtë. Dhe ne jemi kaq naiv sa e besojmë apo duhet ta besojmë këtë. Edhe me përdorimin e veglave moderne elektrike, pjesëve të para ndërtimit, ose si quajmë ndryshe tash para fabrikateve të montuara dhe me teknologjinë e Vinci që kemi, nuk mund ta riprodhojmë atë sot. E përsëris, sot nuk e riprodhojmë këtë lloj arkitekture. Gënjeshtarët zyrtar të botës sonë përdorin një term të përgjithshëm për këtë lloj arkitekture që e shohim në Amerikën e Veriut dhe e quajnë historicism. Nuk e di, keni dëgjuar apo jo? Historicizmi është një term i shpikur për të përshkruar një stil arkitekture që është një ringjallje në natyrë ose me fjalë tjera, kopjon stilin e një periudhe tjetër kohore. Harqet dhe ndërtesat e mëdha me kolonat gjigante që shohim janë ndërtuar në stilin klasik greko-romak dhe katedralet janë ndërtuar në stilet e rilindjes dhe gotikës së Europës mesitare. Komponentët e këtyre stileve të veçanta të arkitekturës karakterizohen nga maja të mëdha, dritare të arkuara, kulla, kupola, harqe dhe arkada, skulptura, dyer, dritare, kolona rrethore, ekrane dhe kulla këmbanash gjigante gjeometrike. Gjurmët e kësaj arkitekture të pamundur gjenden kudo në çdo qytet dhe në të gjithë botën tonë sot. Disa të ruajtura dhe të mirë mbajtura si Harku i Triumfit në Paris dhe Notre Dame, dhe të tjera të humbura dhe të harruara prej kohësh, si Harku i Houstonit dhe stacioni i vjetër Penn në New York. Nëse kulmi i inovacionit dhe industrisë gjatë shekullit të 19 ishin ende kali dhe qerrja si një mjet udhëtimi, siç na tregojnë këto fotografi, ky stil arkitekturor ishte po i pamundur për ata që jetuan në shekujt e mëparshëm. Kushdo me një predispozit për të menduarit dhe të pyeturit mund ta ndjejë menjëherë kur shikon në këtë fotografi diçka që nuk shkon në Danimark, që diçka nuk shkon me rrëfimin historik tradicional. Diçka nuk shkon. Në një imazh panoramik të San Franciscos në vitin 1877, shihni një kolazh të arkitekturës historiciste. Shihni kolona që zbukurojnë hyrjet e ndërtesave shumë mbretërore dhe bien në sy edhe baraka pothuajse të zymta dhe disa kasolle prej druri që i rrethojnë ato. Si ishte mundur? Shihen maja dhe kulla katedrale gotike në distancë, mund të shihen edhe ndërtesa me kupola, mund të shihen gjithashtu se si është bërë i shtrirë dhe i gjigant vetë qyteti. Në vitin 1846 kishte më pak se 500 kolonë mormon që jetonin në zonën e tokës që tani e quajmë San Francisco. Është toka kufitare gati të pushtohet midis 1848 dhe 1849 me fillimin e nxitjes së arit në Kaliforni. Popullsia u rrit nga 1.000 banor në 25.000 banor.
Pastaj, 28 vjet më vonë, u fotografua kjo panora. Një popullsi në atë kohë që na thanë se po i afroi 200.000 banorëve. Kush është ai njeri me mend të shëndosh apo me mend në kokë që do ta besonte këtë histori? Duket si një qytet prej 200.000 banorësh, pas një teknologji prodhimi, mjete moderne elektrike, motor elektrik e tjerë, një popull në një tokë të çuditshme, pa bazë që lë gjurmën e tij. A besojmë vërtet se një popull i lulëzuar siç ishte në atë kohë ky ndërtoi të gjithë këtë qytet në vetëm 30 vjet? E besoni këtë? Pyetja që bëhet është e thjeshtë. Pse na e fshehin të vërtetën? Pse nuk duan ta dimë se kush ishte ky qytetërim që rezulton, që kishte bërë këtë zhvillim dhe këtë teknologji për të ndërtuar këto struktura madhështore në të gjithë botën? Pse dhe si? Njëkohësisht edhe çfarë e shkaktoi këtë zhdukje të këtij qytetërimi? Ishte katastrofë klimatike? Ishte katastrofë kozmike? Apo katastrofë krijuar artificialisht? Pse jo vetëm është rishkruar historia, jo vetëm librat, por për të bërë të vërtet këtë rishkrim historie, janë zhdukur edhe sistematikisht gjurmët e këtij qytetërimi. Do parashtrojmë teoritë që ekzistojnë për këtë gjë në videot e ardhshme. Theksoj që janë teori. Deri atëherë, mos harroni që videot në këtë kanal nuk kanë si qëllim të ndikojnë mbi mendimet, opinionet, bindet apo besimet tuaja. Janë vetëm një këndvështrim ndryshe nga i zyrtar që na jep sistemi dhe fetë tradicionale monoteiste. Ruani etikën në komentet e tuaja. Bashkë takohemi në videon e ardhshme.